Gjykata e krimeve të rënda ka dënuar me 3 vjet burg dhe 5 vjet përjashtim nga e drejta e ushtrimit të profesionit ish prokurorin e Fierit Petrit Vukaj, i gjetur fajtor për akuzën e korrupsionit pasiv. Por ish njeriu i drejtësisë nuk do të qëndrojë asnjë ditë pas hekurave, pasi dënimi është konvertuar në 3 vjet shërbim prove. Gjykata ka marrë këtë vendim për ish prokurorin për shkak të gjendjes së tij shëndetësore, prej së cilës ndodhi në arrest shtëpie. Vukaj u arrestua dhe akuzuar në nëntor të vitit kaluar së bashku me 3 persona të tjerë, 2 vëllezërit Elton dhe Arjan Xhemali dhe shtetasin Gazmir Nelolari. Ndaj 3 shtetasve të fundit, gjykata vendosi dënimin me nga 1 vit e 10 muaj burg. Xhemali dhe Nelolari kishin ndërhyrë tek ish prokurori për të zbutur vendimin ndaj Elton Xhemalit, që akuzoi për veprën penale të shkeljes së rregullave të qarkullimit rrugor me pasojë vdekjen. Hetimet e prokurorisë së krimeve të rënda provuan se ish prokurori Vukaj kishte marrë 3 milion lekë rishfet për këtë ndërhyrje dhe në një seancë të mbajtur më datën 7/10/2015 në gjykatën e Fierit ka kërkuar dënimin me vetëm 2 vjet burg për Elton Xhemali dhe pezullimin e dënimit duke kaluar në shërbim prove. Por kërkesa nuk u pranua nga gjykata. Kjo ka lënë të pakënaqur të dënuarin sipas dosjes hetimore, i cili kërkoi parat, por ish prokurori Vukaj refuzoi pasi sipas tij ai e kishte zbatuar pjesën e tij të marrëveshjes. Petrit Vukaj është njeriu i dytë nga radhat e gjyqësorit që dënohet nga gjykata e krimeve të rënda në harkun e pak ditëve. Të hënën gjykata dënoi me 4 vjet e 5 muaj burg ish gjyqtarin e Sarandës Rasim Doda.